Thoni ju e bëre pushim sot? Jo, sepse pash tek Andale intervistën e Mikela Pupës dhe ishte i vërtet sherri dhe ndarja përfundimtare e dy mikeshave, ajo dhe Efi Dhedes, stop me njëra tjetrën. Është shkruar dhe më parë që midis tyre ka një ndarje të madhe. Takimi i fundit duket se ka qenë kur është zbuluar gjenia e fëmisë së Mikeles, kur ishte shtatzan. Më pas u fol se janë zënë me njëra tjetrën për shkak të Kiara Titos. Ka qenë një story e postuar nga Mikela duke ndjekur Kiara Titon, me sa duket Efi dhe Kiara nuk shkojnë mirë. Efi postoi një foto me gishtin e mesit dhe media treguan se mund të jetë pikërisht moderatorja Kiara Tito shkaku i sherrit të tyre. Pyeta Efin se çfarë ka ndodhur dhe Efi tha nuk e kam parë dhe as dua të shoh. Ndjekim siglën tonë modeste për një emision të varfër dhe pastaj vazhdojmë me videon. Po, pikërisht për këtë ngjarje nga showbizi do t'ju flas disa minuta në kanalin tim në YouTube. Faleminderit të gjithë atyre që bëjnë subscribe, pra regjistrohen tek Olti Curi TV. Faleminderit shumë dhe jemi bërë rreth 4000 ndjekës. Do thoni ju pak, janë shumë, po ta mendojmë që kam vetëm 3 javë që e kam hapur. I rikthehem pra dhe një herë kësaj ngjarje sepse nga showbizi nuk po kishim ndonjë gjë për të komentuar. Nga politika jo e jo, se muhabet jo zgjedhet bashkie, kush do e marri, kush do japi bashkin. Kështu që i rikthehemi kësaj ngjarje. Unë asnjëherë nuk i besoj deri në fund ngjarjet e showbizit sepse mendoj që shumë prej tyre janë të stisura nga mediat roz. Por ka disa ngjarje që janë për të ndjekur sepse janë të vërteta. Këtë ma konfirmoi pikërisht në lidhje me një sherr midis dy mikeshave. Ndarjet në çifte janë më normale për të parë, për të ngjarë e për të diskutuar. Por edhe grindjet midis dy shoqeve janë për të komentuar aq më shumë kur ndodhin para kamerave të televizionit apo në dëshmi të rrjeteve sociale nëpërmjet postimeve të ndryshme. Po flasim për Mikela Pupën dhe Efi Dhedes, dy protagoniste të përputhen. Ka qenë sezoni mbar, kanë dalë emra Antonella, ka dalë Adheu, ka dalë Fationi, ka dalë Mevlani, Efi, Mikela, njerëz të cilët vazhdojnë ende të jenë të përfolur dhe të mbushin me lajme shtypin roz. Kanë qenë një vit i suksesshëm, ka qenë një sezon i cili nxorri shumë histori. Tea, Andi, e të tjerë, që tani po më kthej në memorie dal nga dal. Por çfarë ndodhi? Vajzat ishin të pandara. Ne shqiptarët kemi shprehjen, italianët e kanë culo e camicia, byth e këmish, ne jemi brek e byth me njëri tjetrin. Okay? Në fakt, brekët janë më afër se sa këmisha me fund shpinën. Kështu që ishim me njëra tjetrën shumë të afërta. Pas daljes nga Big Brother, në fillim doli Mikela, o eliminuan, pas doli Efi. Efi ishte shumë e afërt me Kiarën kur hyri, ishi kjo dinamika e Big Brotherit. Ti rikthehen pak sepse shumë thonë që është Kiara ajo që ishte mes dy vajzave sebepi i sherrit që shela fam. Por më pas Efi u rikthye. Po kur u rikthye Efi në Big Brother, ajo jetoi disa kohë jashtë duke parë edhe dinamikat e lëvizjes së fansave të pëlqyeshmërisë nga jashtë dhe pastaj rihyri brenda në garë. Pikërisht këtë bëri dhe Kiara dhe kur u rikthye Efi në shtëpi, marrëdhënia e saj me Luizin ngeli e pandryshuar në një farë mase, por ajo ndryshoi me Kiarën, me sa duket kjo gjë ka vazhduar edhe jashtë shtëpisë. Madje ka patur një moment që Kiara ka nominuar Efin. Efi ka thënë kështu të kam mësuar të flasësh, duke lënë për të kuptuar që ka qenë produksioni që ka mësuar. Pra kanë qenë muhabet e Big Brotheri këto, që të gjithë portalet menduan se ky është shkaku. Ka patur edhe një moment tjetër ku Mikela ka ruetur qëndrimin e saj afër Kiarës dhe respektin e Kiarës gjatë gjithë kohës, dhe kur e ka parë në ekran, e ka fotografuar duke e postuar publikisht. Në të njëjtin moment, Efi ka postuar një story me gishtin përpjet. Dhe gjithë ka menduar që ka qenë kundër përgjigje ndaj postimit të Mikelës një gjë e tillë. Dhe titujt e portaleve ishin që sebepi i sherrit ishte pikërisht pra lidhja që kishin njëra lidhje me moderatoren, tjetra jo. Pra Mikela ishte afër Kiarës, Efi larg Kiarës. Kanë kaluar kohë dhe me sa duket sa herë që do të bie fjala për të dyja vajzat, gjithmonë do diskutohen lidhjet e tyre sentimentale, do diskutohen në rastin e Mikelës ardha në jetë e fëmijës, e gjithçka tjetër, karriera e saj që po ecën. Efi nga ana tjetër është një nga blogeret me shumë kontrata, me shumë
kompani kanë besuar reklamat pikërisht krimtarisë edhe imazhit të Efit, pra janë të dy vajza që punojnë, por sidoqoftë, sa që intervistojnë për punën, për ndjenjen, për familjen, por del gjithmonë muhabeti. Mikela e shoqe me Efin dhe Efi e shoqe me Mikelën. Kësaj radhe, tek Andale, ka dashur të flas Mikela, të flas qartë një herë mirë dhe thotë, jo, marrëdhënia me Efin nuk është ajo që ka qenë, ka marrë fund çdo gjë. Ka marrë fund çdo gjë dhe kujtimi i fundit që kishte Mikela është pikërisht jashtë Tazanis, thotë, ky është versioni gjithmonë i Mikelës, thotë kam një kujtim të keq, një kujtim që nuk do harroj kurrë sepse është një kujtim që ka ndodhur gjatë Shtatzanis. Ndërkohë, njerëz afër Efit, miqtë e Efit, nuk i japin të drejtë Mikelës, por Efit, pavarësisht se Efi ka vendosur të jetë hermetike. Megjithatë, unë i nisa një mesazh Efit për ta pyetur. Edhe nëse do të thonte no comment, unë mesazhin do e nxirrja siç kam nxjerr këtë mesazhin këtu. Mesazhi i Efit ishte shumë i prerë. Ishte i ftohtë, ishte largues, por nga ana tjetër, pash që aty kishte një lloj emocioni. Pavarësisht se ishte një emocion acid. Dhe thonte as nuk më intereson fare, as e kam parë, as duhet ta shoh. I referoi intervistës dhe deklaratës të Mikela Pupës dhënë pra në emisionin Andale për YouTube-in. Dhe më pas, jo vetëm kaq, pra as më intereson fare, as e kam parë dhe as do e shoh. I bie që edhe në rrjetet sociale, që ai emision ka dalë kudo, Efit nuk i ka dalë asgjë. Edhe nëse i ka dalë, ajo latë nuk kuptoi, pra jetojmë në një epokë që nuk e kam përshtypjen se ajo e ka parë që diku Mikela ka folur për të. Një titull portali, një video në Instagram, në feed në Facebook apo në TikTok. Por ajo tha nuk më intereson fare, as e kam parë, as do e shoh. Pra dhe nëse më del reklama apo më del një intervistë e shkurtër, një pjesë e shkurtër e intervistës në rrjetet sociale, ajo i ka dhënë fjalën vetes, me sa kuptohet nga mesazhi, që nuk ka ndërmend t'i shkoj më thellë dhe ta shikoj intervistën e plot. Kjo tregon se është ngritur një mur shumë i lartë mes dy vajzave, ku nga njëra anë është Mikela, nga njëra anë është Efi. Shkaku sepse u ngrit ky mur, askush nuk e thot. Megjithatë, mesazhi i Efit vazhdon me fjalët që jeta është shumë e bukur për t'u marrë me këto budallëqe. Edhe kjo ka një kuptim nga pas. E përsëris edhe një herë tjetër. Efi në fund të mesazhit që më ka dërguar thot: jeta është shumë e bukur për t'u marrë me këto budallëqe. Çka ka dashur të thot me këtë? Ne tani duke qenë që personazhe të njohur nuk duan të flasin, ne analizojmë rreshta dhe nën rreshta çfarë na kanë shkruar. Jeta është shumë e bukur, jeta është shumë e bukur, Efi është e vërtet kjo, për t'u marrë me budallëqe të tilla. Pra jeta është shumë e bukur, pra jeta shëmtohet në qoftë se unë merrem me atë gjën që ka ndodhur. Pra ajo gjëja që ka ndodhur është një çike madhe. Sepse Mikela e tregoi si një gjë, një hatërmbetje mes femrave, gocave, po unë isha shtatzan, pse s'ma the gjëra tilla si këto. Por nga ajo që unë nën lexoj nga mesazhi i Efit është që jeta është shumë e bukur për t'u marrë me budallëqe të tilla. E shohim edhe këtë fjalën tjetër, budallëk. A është vërtet një budallëk ajo që ka ndodhur midis dy vajzave, apo ka qenë diçka serioze dhe diçka që e detyron Efin të flasë me këtë gjuhë, sepse nga mënyra se si shkruan Efi, duket se nuk më mendojmë kurrë për një rikthim të miqësisë midis dy ish mikeshave. Duket sikur çdo gjë ka marrë fund aty. Megjithatë, kurreshtja na bën që të analizojmë me pikë e me presje çfarë ka ndodhur mes tyre. Ka ndodhur diçka që nuk kthehet mbrapa. Ka ndodhur diçka që e detyron Efin, që edhe pse bombardohet nga reklama e emisionit ku Mikela ka folur për fundin e shoqërisë me të, ajo nuk do i shkojë deri në fund kurrë, thot kurrë nuk do e shoh. Nuk e kam parë dhe nuk do ta shoh. Jo vetëm kaq, por ajo na kujton se jeta është shumë e bukur. Pra në një moment nëse ajo do shikonte Mikelën duke folur për të,
jeta nuk do ishte kaq e bukur. Si duket, kujtimi është shumë i hidhur për Efin. Por në fund fare, ajo e mbyll me jeta është shumë e bukur, por t'u marr me budallëqe të tilla. Pra, ose është diçka shumë e rëndë, që ta shëmton në një farë mënyre për disa sekonda jetën, ose është budallëk. Ose është diçka shumë e rëndë, por që me kalimin e kohës, Efi ka vendosur që këtë gjë ta quaj një budallëk dhe mos t'i jap peshën e duhur. Sidoqoftë, me që jemi tek jeta, tek këto shprehje të rëndësishme, tek filozofit, mund të themi një gjë tjetër që jeta përveç se është e bukur, jeta është edhe e gjatë. Showbizi është i vëmendshëm, kështu që ne do kemi të gjithë kohën e duhur për të parë se si do të evoluoj miqësia midis dy vajzave që u bën të famshëm në ekran, u bën të famshme në përputhen, u bën të famshme në Big Brother, më pas në rrjetet sociale, kështu që duam s'duam ne jemi mësuar për t'i parë e për t'i komentuar. Nëse do ketë një rikthim, ne do të flasim përsëri.